Je gjykuar dhe mos të them, je larguar nga puna pikërisht për këtë arsye. Para shumë kohësh, para shumë vitesh, nuk ka lidhje me aktualisht. Po. Dhe me thënë ka qenë një nga gjërat që përveç saj është thënë që nuk është në peshën e dur. Po, ka qenë pjesë e komenteve paraqitja ime në një nga ambientet e punës. Ishte shumë e rëndësishme të isha në formë. Ti në formë ishe? Unë isha me mendoj. Po ishe. Por ama ndoshta jo në parametrat e një top modele, nuk e di. Por e drejtë që kam patur, e kam dirë një lloj presioni deri diku edhe për paraqitjen e jashtme, për të qenë mirë me fizikun, për të më rrinë mirë rrobat, të provojmë një make-up artiste tjetër, të duket pak më bukur, që kanë qenë gjëra që normalisht më demotivonin edhe nuk më bënin të ndihesha mirë, se kush është ajo vajzë që kur ti ndjen atë presionin që duan të bëjnë të dukesh më bukur, unë s'qen kam gjë fare. Por e kam kaluar pavarësisht gjithë asaj trishtimeve, po themi, që të shkakton gjithë kjo situata, prapë se prapë unë jam munduar me veten time të punosh. Të punoj, të ndihem mirë, të shoh çfarë mund të bëj për të përmirësuar. Ky podcast është prodhim i Onovos.